Numri i mjeteve elektrike në vendin tonë ka njohur një rritje të ndjeshme gjatë vitit 2025, duke reflektuar një orientim gjithnjë më të fortë drejt transportit të qëndrueshëm dhe miqësor me mjedisin. Konkretisht, gjatë vitit që sapo u mbyll, u regjistruan 6187 mjete green, ose rreth 98% më shumë krahasuar me vitin 2024, çka tregon se flota elektrike në Shqipëri është pothuajse dyfishuar brenda vetëm një viti. Shifrat u publikuan nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të transportit rrugor, e cila vlerëson se trendi pozitiv i regjistrimit të mjeteve elektrike po forcohet nga viti në vit. Sipas të dhënave, gjatë vitit 2025 janë regjistruar 6187 mjete elektrike, duke shënuar një rritje prej 98% krahasuar me vitin 2024, bën të ditur Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të transportit rrugor, ndërsa nënvizon se ky zhvillim kontribon drejt për drejt në uljen e ndotjes së ajrit. Autoritetet vlerësojnë se rritja e flotës green lidhet edhe me ndërgjegjësimin më të madh për mbrojtjen e mjedisit, përfitimet ekonomike afatgjata të mjeteve elektrike, si dhe zgjerimin gradual të infrastrukturës së karikimit në vend. Më shumë mjete green në rrugët tona për një transport më të pastër, më të qëndrueshëm dhe miqësor me mjedisin, përfundon njoftimi i Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, duke theksuar se kjo prirje pritet të vijojë edhe në vitet në vijim.